Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. E mora burrin për lekët, por u kthye në makthin tim. Kur isha rritur në një shtëpi të thjeshtë, mes shumë borxhesh dhe sakrificash, kisha bindjen se pasuria ishte përgjigja e të gjitha problemeve. Shikoja vajza që martoheshin me burra të pasur, me jetë të rregulluar, pa shqetësime dhe më dukej se lumturia ishte çështje mundësish financiare. Kjo bindje u bë edhe më fort kur u njoha me Ardin. Ardi ishte nga ata burra që në fshatin tim quheshin fati rrallë. Kishte kompani ndërtimi në Tiranë, makina të shtrenjta, një vilë në periferi dhe rrobat që mbante i kishte gjitha firmato bashkë me parfumat e tij. Asnjëherë nuk e kisha parë dikë si ai nga afër. Ai ishte bota që unë e kam parë vetëm në televizor. E pranova takimin me të pa hezitim. Pranova edhe pse e dija që familja ime nuk do ma pranonte kurrë. Isha tepër e impresionuar, e hutuar nga jeta që ai më tregonte me aq lehtësi. Dhe ndoshta isha shumë naive që të dalloja shenjat që vinin qysh në fillim. Kur u martuam, ndihesha sikur po hyja në një botë të re. Vila e tij ishte aq e madhe sa unë humbisja korridoreve. Çdo gjë ishte me mermer, me drita të fshehura, me mobilje të importuara. Garderoba ime u mbush me fustane që kurrë nuk i kisha prekur, as nuk i kisha parë dhe jo më ti vetësoja. Për herë të parë në jetë nuk mendoja për faturat, nuk numëroja lekët dhe nuk bëja llogari, por vetëm pas disa javësh, pasuria filloi të më dukej si kafazi shtrenjtë. Ardi ishte njëri që blinte gjithçka, duke përfshirë edhe njerëzit. Mua më trajtoi si investim. Nuk më mungonte asgjë materialisht, por më merri fryma nga mënyra si kontrollonte çdo lëvizje time. Më ndaloi të punoja, duhet të isha gruaja e një njeriu të rëndësishëm. Më kërkoi të mos rrija me shoqet e mia të varfra. Më tha se nuk ishte e hijshme të shiheshin me mua. Jeta ime u bë një orar i përcaktuar, mëngjes në vilë, pasdite në qendra estetike ku më paguante abonime të shtrenjta, mbrëmje ku duhet të dukesha perfekte kudo dhe kurdo. Por brenda shtëpisë, pasuria kishte një çmim. Ardi ishte njëri i shpërthimeve të heshtura, nuk bërtiste, por ftohej. Më shikonte me sy të akullt, më bënte të ecja mbi gjëmba. Sa herë që nuk bëja diçka sipas mendjes së tij, ndryshonte papritur. Nga burri kujdesshëm në një njeri që më trajtonte sikur isha pronë dhe jo bashkëshorte. Më kërkonte raport për çdo orë të ditës. Më pyeste pse kisha bler diçka që ai nuk e aprovonte. Më mbushi shtëpinë me kamera të padukshme. Fillova ta kuptoja tepër vonë. Fillova ta ndjej që nuk isha pjesë e jetës së tij, por isha pjesë e koleksionit të tij. Dhe atë çka ishte më frikshme ishte se pasuria e tij nuk ishte ashtu siç më kishte shitur në fillim. Një mbrëmje ndërsa po rregulloja sendet në bodrum, gjeta dosje të tëra me dokumente të fshehura. Firma e ndërtimit kishte marrë gjoba të shumta dhe kishte probleme ligjore, kishte prishur kontrata. Paratë që shpenzonte me mua nuk ishin thjesht kursime, ishin para borxhesh, para që lëviznin shpejt, para që mund të zhdukeshin një ditë. Atë natë më pushtoi një frikë e panjohur. Kuptova që siguria ime ishte iluzion. Vila, makinat, rrobat, gjitha i shkëlqimi i rem ishte ndërtuar mbi themele që mund të shëmbeshin sa hap e mbyll syt. Dhe sa më shumë kuptoja, aq më shumë ai filloi të ndryshonte. U bë dyshues, posesiv, xheloz deri në çmenduri. Më mbylli kartat bankare, më tha se ishte rrezikshme të dilja vetëm, më ndaloi rrjetet sociale, telefonin ma kontrollonte çdo natë. Pasuria e tij ishte arma që e kthente kundër meje. Nuk e them lehtë, por ndonjëherë doja më mirë të isha kthyer në shtëpinë e fshatit tim të varfër sesa të jetoja në luks që më mbyste. Varfëria t'i jep liri, pasuria e tij ma mori. Një ditë, teksa ai kishte ikur në punë, pash veten në pasqyrë dhe nuk e njoha fytyrën time. Isha bërë e heshtur, e friksuar, e pavlerë. Rrobat e shtrenjta nuk mbulonin dhimbjen. Koleksioni makinave nuk më jepte asnjë jetë. Vila e madhe më dukej si burg. E di vetëm një gjë, dashuria nuk blihet, lumturia nuk blihet, as liria nuk blihet. Dhe kur merr një burr të pasur, mendo se çfarë fiton dhe çfarë humbet,
sepse në fund nuk merr burr të pasur, merr problemet që pasuria e tij i mban të fsheta. Dhe Maksim filloi pikërisht atë ditë kur unë mendova se më në fund e kisha bërë jetën time të lumtur.